E gjithçka po ndodh sepse protesta i ka shpallur luftë establishmentit 35 vjeçar. Por i thënë të rrinë të qetë, na vënë çfarë do lloj epiteti të duan, presim epitetin nigerian që t'i japim atë që i meritojnë dhe i takon realisht. Tani, Kuvendi Kombëtar është iniciuar nga një ose disa element të grupit koordinues protestës. Çfarë ka ndodhur nëse do të kombëtar ende. Pra, të gjithë duhet jenë të qetë. Nuk ka ende një kuvend kombëtar. Dje është bërë mbledhja e një grupi pune. Me një pjesë ose më saktë me pjesë më të madhe të koordinatorëve të lëvizjes në fillim të gjës, dhe të gjitha atyre të tjerëve që përfaqësojnë element antisistem. Kjo edhe e filtruar në pjesën që... Jo një pjesë më të madhe, për të qartësuar. Jo, okej. Një pjesë të grupit koordinues një pjesë të grupit koordinues. Shiko, ti je i bindur që grupi koordinues është i gjithë dakord sepse mund të ketë zëra ose komentues që janë dhe dashakeqës ndaj protestës që flasin një po si u bë kuvendi etj. Nuk është bërë kuvendi. Kuvendi do shkojë do votohet para qytetarëve, para të sheshi. Ja kur keni një rastin konkret, unë nuk pranoj të jem pjesë e kuvendit nëse nuk më duan qytetarët. Sepse kjo është ajo që ne po vullosim për të ardhmen. Ne po vullosim standardin demokratik. Dhe sot në ditën e jo të ditëlindjes së Ramës, po të pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në 250 vjetorin e tyre, do duhet ta theksojmë që është pikërisht karta e pavarësisë së SBA-ve, frymëzimi dhe ideali edhe i kësaj proteste, e i çdo popullit lirë që meriton, që e dëshiron lirinë, dashurinë për kombin dhe padyshim demokracinë. Dhe duke u përqendruar të këto ideale, duke i pasur gur themeli, ajo që thuhet Shqipëria e re, do duhet ngrihet pikërisht mbi këto. Pra, nuk është çështje personale. Nuk është çështje, dhe këtu nuk po flas si puna Ogerta Manastiriut, që nuk punojmë ne për kë punojmë ne. Ne realisht punojmë, ose më saktë, po përpiqemi, po sakrifikoj edhe unë nga vetja, nga puna ime e përditshme, nga familja ime. Që nesër i mbir mos detyrohet të ngrihet prapë në protestë të ngjashme dhe t'i çojë një tortë e Ramës siç do i çojë unë sot, apo ku di unë pasardhësit të Ramës apo të Saliut. Tani, sot është protesta mbarkombëtare, besoj se i ezauron 2 pikat e para. Protesta mbarkombëtare, më herët kemi pasur lajmërimin edhe njoftimin për kalimin e mira emigrantëve nga pikat doganore të Malësisë Madhe dhe të Shkodrës. Çfarë pritet të ndodhë, si e shihni këta angazhime dhe këtë ndërgjegjësim të një pjesë të mirë të diasporës dhe emigrantëve shqiptarë? Shiko, nuk ka dyshim që diaspora, emigrantët, ka një dashuri pa kushte për vendin, ashtu siç është natyrale ta ketë çdo qytetar i Shqipërisë. Çdo shqiptar ande kënd globit. Pra në atë protestë ndihet dhe zëri dhe fryma dhe fuqia shpirtërore dhe atyre që nuk janë protestë. Kuptohet që bashkë me këtë fakt kemi dhe disa lëpirësa partije që Arbiani i urdhron me mesazhe, që të hapin profile falso, të fillojnë të bëjnë komente etj. Herë hiqen si emigrant, herë hiqen si patronazhist, herë hiqen si njerëz që janë të dashuruar me betonin, herë si njerëz të dashuruar me Belindën. Në fakt, kjo është gjë fare normale për këta që komentojnë dhe që janë me profile fake, apo njerëz të paguar nga pushteti, sepse kanë zemrën e madhe dhe dashurinë e konceptojnë në grup, nuk kanë dashuri kështu të fokusuar normale, njerëzore. Sa i përket diasporës, diaspora po vjen pikërisht për ato parime që thash. Janë qytetarë që na pëlqen apo jo ne që jetojmë këtu në Shqipëri, e kanë prekur demokracinë shumë më shpejt se ne, e kanë përvetësuar dhe e kanë provuar dhe e provojnë ditë për ditë kënaqësinë e të pasurit shtet dhe institucione në vendet ku jetojnë. Kuptohet dhe atje me problematikat e tyre, pasi nuk ka vende perfekte, por nuk ndodh si në Shqipëri. Nuk ndodh si në Shqipëri që të shitet një projekt, siç ishte i Zvërnecit, si një arritje e madhe, ndërkohë që detit me letra të falsifikuara. Dhe kur dalin letrat e falsifikuara, thonë po mimo, presim neve sa të veprojë drejtësia të marrë lekët, po si që ka kjo? Ngel shtatzën,
merr vesh pasaj që ore je apo si e ti dhe presim analizën e ADN-s, nuk funksionon kjo gjë kështu. Pra, diaspora është totalisht mbështetëse kësaj proteste dhe pa dyshim që është një nga elementët kyç e cila frymëzon me eksperiencën dhe provojnë e saj në vendet evropiane, asaj Europe që ne duam të shkojmë dhe që me kos apo pa kos, rëndësi ka që zonja Marta Kos ta ketë të qartë këtë që shqiptarët dinë se çfarë do të thotë Europë dhe dinë të jenë europian, sepse janë pjesë integrale, qoftë nga ana genetike, qoftë nga ana gjeografike, edhe nuk ka dyshim që janë edhe nga ana historike, dhe jo më kot një nga pikat e kuvendit kombëtar kur të krijohet dhe antarëve që do të bëhen pjesë e tij është që të pranojnë Gjergj Kastriot Skënderbeun si një nga figurat qendrore të kombit shqiptar, për t'i treguar Europës që dikur ka qenë një shqiptar që ka mbrojtur europianizmin, ka mbrojtur vlerat e perëndimit, me kockat e cilit u bën varse nga ata që sot kryeministri ka shumë qef dhe jep edhe në cop toka ku diun, bëjnë një projekt. Tani, në këtë protestë të dytë mbarkombëtare, duke qenë se e cekëm pak, në protestën e parë mbarkombëtare,